Në lakmin e edukimin e fëmijëve, kush I ka eduku fëmijën të marrë mirë. Po edukimi I fëmijëve është shumë I vështirë. Na shqiptarët në përgjithësi, mund ta them lirisht një fjalë që dikush kujton që edukimi I fëmijëve është pse ua ka mbush shtëpinë me mjete elektronike, me celulara, me Sony PlayStation, me televizora, dhomën e fjetjes ja u ka bon veç, televizorën kretë aty, si kur be ishti në studio fëmijët e vegjel 4-5 vjeç, e sidomos sot që janë bon fëmija edhe buks për ju hanë, pa ja qelë celularin me filma vizatimor. Edhe buks hanë. Kjo nuk është edukim, kjo është mbrapshtim. Shikoj fëmijën kur përritet mandej pak çka po ndodh me ta. 6-7 orë, 8-9 orë po rrin celularin elektronik. Nuk kanë hajër në dobi të ti, ajo është në domin e fëmijës tënd. Edhe pse dikush pak a shumë këto po e themi na prej mosdijes. O djali jam shka din me, a di çka bën me celular djali jam? Ose vajza jeme nuk e din ti hoç çka bën me celular. Po bre me celular e di çka bën, unë po I shoh. Kretë kemi celulara. Unë përsho që ka po bëjnë. Mirë po djali jote dhe vajza jote në celular të në dresh një lë këtë din mi ba. Thuj e shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah ve ashhadu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu që ta se din. Thuj e elhamdulillahi rabbil alemin arrahmanir rahim malik jomiddin që ta se din. Në po I shohim. Ka njëherë kër ju vem kunorizim të rive, 26-7 vjetë, 28-9 vjetë, thuje shahadetin së din. Ose të rritë tash, kër I marrin celularat e I keq përdorin, për keq përdorim, ju e të gjithë jeni dëshmitar se në qka I keq përdorin. Prandaj edukimit e fëmijët, do të bënej pas lakmit e tjeret, ha? Shumë lakmi, mirë po na me fëmijë, pak investojmë. Ne investojmë mjetë e ju blejmë, pa jo nuk o investim. Investim me fëmijën duhet me bashkëpunu me ta, pa ndalë. Mja mësu namazin, mja mësu respektin e babës e të nanës, mja mësu Kur'anin famlart, mja mësu thonjet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mja mësu me dasht Allahun mas pari, me dasht pejgamberin alaihi salatu wassalam, me dashur babën e nanën, me dasht vllaun e motrën. Kështu duhet fëmija me mësua. Jo ve qërë qërë dhe që atje dhe qërë shkollë dhe e kam bone kreta mjetët, në të mësoje, shka ka me tjetër punë, une nuk I kërkoj ati tjetër punë, në të mësoje. Ja. Nëse prindi nuk e mëson, ai që është me rokë nuk e mëson fare. Zatën edukimi është punë e madhe, arsimimi është diçka tjetër, na ketë në arsim kemi hi. Në shkolla fillore e ma lartë kemi shkua, arsimim, kurse edukima kemi marë, e dini të gjithë edukimin, sidomos në trojet tona këtu në Shqiptari, masi t'i krye fëmija 9 vjetë klasën fillore, shkollën fillore 9 vjeqare, të gjitha librat që I ka I grisit sëpton para shkollës edhe I hedhë në bërlok, edhe e bën rrugën më zvet, duhet me intervenua pastrusit. Ka që edukat ka marë për 9 vjetë? E dimna që jam mësu me lexue histori, kam mësu gjeografi, kimie, fizik. E në fund, në vend se librin të arruje si 2 sytë e ballit, librin e gris e bën copa dhe e hedhë në bërlogë, e hedhë ashtu rrugëve. Dhe më thonë, s'ka edukim, s'ka edukat. Kurse na si besimtar, unë si hoqë për ju foli, nuk ka vetëm ky edukim, ka që pak I theksuar. Edukim familje, mos me ngrin zërin ma shumë se baba dhe se nana, mos me ngrin zërin para vëllezrive motrave, mos me ngrin zërin para të tjerëve, njeriu edukata, çka është edukata? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë edukat dhe moral, ditën e gjykimit do të jenë më afër meje në xhenet, më afër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Na po flasim për aspektit fetar.